Militantët serbë që luftojnë për Rusinë, po përgatiten për një luftë të re ballkanike. Qindra militant kanë udhëtuar në Ukrainë duke luftuar për Rusinë, me besimin se do të ndihmohen për të rifituar territoret e humbura në Ballkan, si Kosova. Një brez i ri nacionalistësh etnik serb po përgatitet për një luftë në Bosnjë, zbulon The Telegraph. Nacionalistët, përfshirë veteranët nga lufta e Bosnjës, po përdorin media sociale për të inkurajuar të rinjt serb që të bashkohen atyre në Rusi. Disa po ofrojnë 23.000 pound që ata të regjistrohen dhe të luftojnë në Ukrainë. Ka frikë se sa po të kthehen në shtëpi në Bosnjë, ata do të nxisin një konflikt paramilitar, 30 vite pas përfundimit të luftës së Bosnjës. Dario Ristic është një rast i tillë. Nacionalisti serb, teksa tani lëviz me një këmbë proteze, u kthye në Bosnjë. Ishte plagosur ndërsa luftonte në Ukrainë me një njësi ruse të njohur si Arind nga Permi. Ndërsa ndodhej në Ukrainë, Ristic njihej me nofkën ironike të luftës i shpejti, për kryerjen e sulmeve me snajper dhe dron në qytete si Avdivka. Ai i përsosi aftësitë e tij në media sociale duke siguruar mbështetje nga të rinjt serb të pakënaqur politikisht në vend, duke i dhënë shkëlqim luftimeve në vijën e frontit dhe duke përhapur mesazhe nacionaliste. Në një video të postuar në Telegram, Ristic pozoi pra një bashkëkombësi serb i cili informoi audiencën e tij në vendindje. Sapo të mbarojmë me këta fashistët e NATO-s këtu, do të kthehemi për të rimarrë vendet tona të shenjta dhe atë që është e jona. Lavdi Zotit, lavdi nënës Rusi, fitores. Është kryesisht një grup veteranësh të ashpër që luftuan në luftën e Bosnjës që vazhdojnë të ngulitin ideologji përçarëse tek të rinj. Është një besim i përbashkët midis këtyre ekstremistëve se nëna Rusi një ditë do ta shlyejë borxhin e tyre me gjak, duke ndihmuar në rivendosjen e Serbisë së Madhe, tha Srecko Latal, një analist në rajon. Numri i tyre është i vogël, por ata ndihmojnë në tërheqjen e të rinjve të pakënaqur serb, të cilët mund të preken nga mesazhet nacionaliste. Ashtu si re e vjetër në Irlandën e Veriut, nuk kanë nevojë për shumë individ të armatosur për të kërcënuar ekuilibrin e paqes. Gjatë luftërave jugoslave të viteve 1990, Ristic luftoi në një njësi elitare paraushtarake të njohur si Tigrat e Arkanit, e cila ishte përgjegjëse për shumë mizori të kryera kundër civilëve. Kur Rusia shkoi në luftë me armiqtë e saj imagjinare, si veteranët e tjerë të ashpër serb, Savicic nxitoi gjithashtu të bashkohej atyre. Ai ka luftuar në Krim dhe Siri dhe ishte pjesë e grupit Wagner. Tani të shpërbër, është shqetësuese pasi duket se ka shenja të bashkëpunimit të shtetit. Milorad Dodik, ish-presidenti i Republikës Srpska, i cili ende ushtron pushtet efektiv, u fotografua me ujkun Davor Savicic përpara një takimi me Vladimir Putin në Moskë në fillim të këtij viti. Ekziston gjithashtu frikë se stërvitja paraushtarake në enklavën e mbështetur nga Rusia mund të ndikojë në sigurinë britanike. Ashtu si Gjermania Lindore dikur ishte një vend stërvitje për Iran dhe fraksionin e ushtrisë së kuqe. Ekziston frika se Republika Srpska mund të ndjekë një rrugë të ngjashme. Ndërsa në Moldavi kanë zbuluar se ajo po përdoret së fundmi si bazë stërvitjeje për luftën hibride të mbështetur nga Rusia kundër perëndimit. Trajnimi përfshi metoda për të shndërruar protestat paqësore në trazira të dhunshme dhe stërvitje në përdorimin e dronëve të paarmatosur dhe të armatosur për të prishur infrastrukturën civile dhe ushtarake. Ndërkombëtarët shprehin realisht shqetësimin e tyre se një luftë e re do të ndizet në Ballkan. Ide dhe analizë kjo, që përforcon një deklaratë para disa ditëve e presidentit Vučić që si padashur ushtri mes një trekëndëshi shtetesh, duke përmendur Shkupin, Banja Lukën dhe Elbasanin njëkohësisht, si për të na rikujtuar kufitë e mbretërisë serbe. Rreziku për luftë në Ballkan është evident dhe duket se po mbështetet edhe nga kryetar qeverish, që mes një lufte mbulojnë korrupsionin dhe abuzimet, duke e parë luftën fillimisht si streh dhe më pas si shteg shpëtimi. Mast Channel. Please subscribe.